Propozuesit e ligjit për branitellat, deputetët e VMRO-DPMN-s kërkojnë që Komisioni për Punë dhe Politikë Sociale të vazhdojë punën, ndërsa nga kryetarja e këtij komisioni kërkojnë që mos të hedhë topin tek Komisioni për çështjet e rregullores, mandatit dhe imunitetit, pasi me këtë, sipas koordinatores së VMRO-DPMN-s Silvana Boneva, kryetaria Cvetanka Ivanova po shkel rregulloren. VMRO-DPMN-ja kërkon që shumica e deputetëve në Komisionin për Punë dhe Politikë Sociale të vendosë lidhur me atë se ka apo nuk ka nevojë që kjo çështje të interpretohet në Komisionin për çështjet e rregullores. Nuk është vendosur në bazë të asnjë kërkese, as me kërkesë të VMRO-DPMN-s, qendrimit të LSDM-s, as me kërkesë të BDI-s, dhe për atë mendoj se komisioni është ai që duhet të kryejë punën e vet, dhe nuk ka bazë që të transferohet puna në Komisionin për çështjet e rregullores, mandatit dhe imunitetit. Ky është qëndrimi ynë. Nuk mund as me rregullore të hidhet, pasi nuk është kryer puna në kornizën e Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale, pasi nuk votua asgjë, nuk është votuar asnjë qëndrim, asnjë propozim nuk u vendos për votim. Kryetaria e Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale Cvetanka Ivanova me kundërpërgjigje për Bonevën. Ivanova tha se nuk do të lejojë që komisioni të hyjë në lojrat e partnerëve të koalicionit. Nuk mund të bëhet fjalë se është shkelur rregulloria apo kam shkelur ndonjë procedurë, për shkak se kërkesat që ishin parashtruara nga propozuesit e ligjit, Vele Georgievski, janë tema ose çështje të hapura, për të cilat kompetent është Komisioni për çështje të rregullores ose kryetari. Po të veproja në të kundërtën, atëherë do të ishte shkelje e rregullores. Boneva mund të vlerësoj si të doj, por përcaktimet e rregullores janë të qarta. Në mbledhjen e fundit të Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale, propozuesit e ligjit të branitellave, deputetët e VMRO-DPMN-s kërkuan kufizimin e fjalimeve të deputetëve rreth amendamenteve që kanë të bëjnë për ligjin e branitellave. Për këtë reaguan deputetët e BDI-s, të cilët kërkuan që kjo çështje të diskutohet në Komisionin për çështjet e rregullores, mandatit dhe imunitetit. Por në partinë e Ahmetit sot ishin të pakapshëm për të komentuar përplasjen e LSDM-s dhe VMRO-DPMN-s për këtë çështje.